Shumë dikton standardet e jetesës, produktivitetin dhe shanset e brezave të rinj për të zhvilluar brenda vendit. Shqipëria ka potencialin për të ecur më shpejt se Europa. Pyetja nuk është nëse mundet, por sa shpejt do t'i kthejë politikat zhvillimore në rezultate konkrete që preken në paga, produktivitet dhe mirëqenie. Hendeku është i madh, por i kapërcyeshëm, me vizion, disiplinë dhe reforma që kërkon kurajo. Dhe pikërisht për këto reforma dhe për këto hendeqe do të flasim me Mario Brakaj. Atëherë Mario, përshëndetje, mirë se erdhe. Në cilat drejtime na ndihmo ti të kuptojmë është më i theksuar, le të themi, ky hendek ekonomik mes realitetit tonë dhe asaj mesatare së Bashkimit Evropian, sepse mes 27 vendeve kam përshtypjen që edhe aty ka diferenca, apo jo? Po, dhe ne përpara se sa të kërkojmë integrimin politik, le ta quajmë tillë, me përmbylljen e të gjithë kapitujve të negociatave në 2027, ne duhet të jemi gati në drejtim të ekonomisë, sepse pa integrim ekonomik ne nuk mund të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, dhe kjo është një tezë e pranuar si nga institucionet vendase, por edhe ashtu nga institucionet ndërkombëtare, të cilat edhe ditën e djeshme, zonja Kos, por edhe zyrtari i ri i Bankës Botërore në Shqipëri e vënë theksin pikërisht tek fakti që duhen reforma, duhet punuar me qëllim që të parafrohet sa më shumë, prandaj edhe plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor është bërë pikërisht me këtë qëllim, por sigurisht që hendeqet sot mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian janë të mëdha në drejtim të ardhurave për frym, por edhe të pagës mesatare. Të ardhurat për frym në Bashkimin Evropian përllogaritet në rreth 48.000 euro, ndërkohë që në Shqipëri kemi të ardhurat për frym të cilat nuk e kalojnë nivelin e 8.900 eurove, sigurisht që me kursin aktual të këmbimit. Ndërkohë që kemi edhe diferenca në pagën mesatare, ku për një orë pune mesatarisht në Bashkimin Evropian paguhen 16.8 euro, ndërkohë që në Shqipëri vetëm 4.2 euro. Pra kemi një hendek të ardhurat për frym gati 6 fish më shumë në Bashkimin Evropian se sa në Shqipëri dhe 4 fish më të ulët pagën mesatare në Shqipëri se sa në Bashkimin Evropian. Sigurisht që ky nuk është një lajm surprizë, sepse ne dimë që standardi i jetesës të ardhurat në Bashkimin Evropian janë më të larta se sa në Shqipëri, por ajo që duhet bërë, le të themi, sfida e madhe, siç ti e the në parantezën tënde, është që sa kohë do na duhet që të thyejmë këtë hendekun, të parafrohemi për të arritur atë konvergjencën, që është një term gjeopolitik më shumë, për të shkuar dhe për të qenë pjesë e familjes evropiane, sepse me këto kushte zorse na pranon Bashkimi Evropian. Dhe gjithmonë pozicioni negociues lidhet pikërisht me këtë kohën, sa kohë do të kërkojmë ne Bashkimit Evropian për të na dhënë në dispozicion që të arrijmë këto, le të themi, këto standarde të tyre. Po sa i përket ndihmës ekonomike dhe pensioneve ndjes, si janë këto dy realitetet tona? Hendeqet që ne kemi me Bashkimin Evropian janë të shtrira në shumë drejtime, përfshirë të ardhurave për frym dhe pagës mesatare për cilën folëm, ndërkohë që kemi dhe rritjen vjetore ekonomike, ndihmën ekonomike e cila në Bashkimin Evropian është rreth 6 fish më lart se sa në Shqipëri, po ashtu pagesat e pensioneve në Bashkimin Evropian, sigurisht që duke marrë një mesatare, sepse aty mes veteve të Bashkimit Evropian, mes 27 shteteve të Unionit ka diferenca, ka shtete të cilat kanë paga dhe pensione ndjeshëm më të larta se sa pjesa tjetër, por në një, le themi, vit përgjithshme në drejtim të ndihmës ekonomike dhe të pensioneve, Shqipëria është 5 deri në 6 herë më pak pagesa që bën në rrafshin mujor me vendet e Bashkimit Evropian. Sa kohë mendon ti që mund të nevojitet Shqipërisë për ta kapërcyer këtë hendek? Pasi vlen të theksohet, ne duhet ta mençojmë. Pse? Sepse jemi në kushte ku për kapituj të ndryshëm të negociatave, Shqipëria nuk e ka bërë publik pozicionin e saj negociues, ndryshe nga Bashkimi Evropian që e bën publik, dhe ato pak element që ne dimi mësojmë nga transparenca që vjen nga Brukseli, dhe ky ishte një element që zonja Martakosi ishte habitur pas intervistës, kur e kishte mësuar pas intervistës me Ervin Koçin, regjistruar ditën e djeshme, dhe që do ndjekim këto ditë. Por për të kthyer tek pyetja, sa kohë mendon ti se mund të na duhet për ta, le të themi, kapërcyer këtë hendek? Në shumë kapituj Shqipëria ka kërkuar kohë deri në vitin 2020 për të përmbushur gjithë kushtet, por ka një formulë e cila përllogarit të ardhurat për frym, pagën mesatare dhe, le të themi, rritjen ekonomike të vendit për të kuptuar pak a shumë, le të themi, se sa i duhet. Dhe me të ardhurat për frym 8.800 euro në Shqipëri, 45.978 euro në Bashkimin Evropian.
me një rritje ekonomike po e marrim të mirëqen 3.7%, por zorse do ta ketë të tillë në vitet në vijim, paktën kështu paralajmëron Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, dhe rritja në Bashkimin Evropian 1.7%, që mund të jetë ka qenë edhe 2%, po kemi marrë le të themi më të mirën për Shqipërinë dhe skenarin më pesimist për Bashkimin Evropian. Vitet për konvergjencë, pra për të arritur atë mesataren, standardin e jetesës së qytetarëve evropian, janë plot 85 vite. Mesataren, jo që të bëjmë si Gjermania dhe Franca. Mesatare, sepse për të arritur le të themi në standardin e disa vendeve me të ardhura më të larta, sigurisht ndoshta do të duhen edhe më shumë. Dhe kjo le të themi gjithë ky ekuacion vlen në kushtet që rritja në Bashkimin Evropian bez vetëm 1.7% dhe të mos e kaloj këtë. Ndërkohë që me të ardhura përfryjm po 8.800 euro dhe hendekun 45.978 euro në Bashkimin Evropian, me një rritje ekonomike të Shqipërisë në nivelin 4%, pra duke qenë më shumë se sa optimist, na duhen plot 74 vite për të arritur konvergjencën me Bashkimin Evropian, ndërkohë që duke i referuar pagës mesatare për orë pune 4.2 euro për orë pune në Shqipëri dhe 16.8 euro në Bashkimin Evropian, me një rritje ekonomike 3.7% në Shqipëri, 1.7% në Bashkimin Evropian, duhen 71 vite dhe me po të njëjtat le themi pagesa mesatare, por rritje ekonomike 4% për Shqipërinë, 1.7% për Bashkimin Evropian, duhen 62 vite. Pra në skenarin më të mirë, ne na duhen 6 dekada për të arritur mesatarin e Bashkimit Evropian. E ka le të themi një formulë të përafërt e ka përllogaritur edhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ku ka thënë se Shqipërisë duhen 70 vite, 7 dekada për të arritur mesatarin e vendeve të Bashkimit Evropian, prandaj gjithmonë është vënë theksi tek reforma dhe janë thënë ato parat nga plani i rritjes me qëllim që këto hapat përshpejtohen. Në skenarin më të mirë ne të dy marrë zor se jemi gjallë kur të ndodhi kjo konvergjenca, mesa askush nuk e parashikon dot jetën. Por nuk është vetëm çështje kohe që ta arrijmë këtë, do duhen dhe ca reforma, apo jo? Çfarë reformash duhen? Ku duhet të synojë qeveria e Shqipërisë që ta arrijë një konvergjencë të tillë? Duhen shumë reforma, në fakt. Shqipëria ka bërë një pjesë tyre, të paktën në teori vendi paraqitet mirë edhe në pozicionin negociues, por edhe le të themi nga skanimet që janë bërë nga institucionet ndërkombëtare, përfshirë edhe raportin e fundit Fondit Monetar Ndërkombëtar, kishim misionin i cili qëndroi për plot 2 javë në Tiranë, ku në një farë mënyrë skanoi të gjithë ekonominë e vendit. Duhen reforma strukturore, dhe kur themi reforma strukturore duket si një temë përgjithësues, por në fakt duhet që ajo rritja ekonomike të cilën ne kemi në nivele 3.7%, por që është e mbështetur vetëm në 3 sektor, ndërtim, real estate dhe turizëm, do duhet që të diversifikohet, pra të kemi një rritje ekonomike e cila mbështetet në më shumë shtylla, pra të kemi bujqësinë e cila është në recesion, të kemi industrinë, të kemi eksportet, cilat gjithashtu i kemi le të themi në ditët më të vështira. Do duhet zhvillimi i gjelbër. Bashkimi Evropian i mëson zhvillimit gjelbër, madje gati gjysma e 922 milionë eurove në kuadër të planit rritjes Ballkanit Perëndimor janë pikërisht për zhvillimin e gjelbër, frenimi e migracionit, sepse Bashkimi Evropian thotë që pa kapital njerëzor, se gjithë to reforma apo gjithçka tjetër do të hynin në punë, sepse pa pasur individin si kapitalin më të shmort një shoqërie asnjë vend nuk mund të ecë përpara. Zhvillimi i tregtisë, ku këtu me eksportet të cilat janë goditur si pasojë e kursit të këmbimit, ne rrezikojmë në fakt që të thellojmë deficitin tregtar, kemi shumë importe, nga ana tjetër eksportet po humbasin vlerën e tyre dhe po kthehemi pas në kohë, ndërkohë që zgjerimi i investimeve të huaja, ku edhe këtu vijojmë që të kemi probleme si nga shoqata e investitorëve të huaj, dhoma amerikane e tregtisë, dhoma gjermane e tregtisë, ku klima e biznesit vazhdon që të ketë ato problematikat e veta, veçanërisht në drejtim të korrupsionit dhe mungesës fuqisë punëtore, që në një farë mënyrë është kthyer në frenuese për investimet e huaja. Dhe në fakt, ne cekëm pak hapja e tregut të punës mund të përshpejtojë dhe le të themi emigrimin e qytetarëve shqiptar drejt Europës. Si na ndikon kjo tek le të themi tek forca punëtore që kemi në vend? Çfarë realiteti kemi tani dhe si mund të impaktohet kjo në të ardhmen? Po, siç e shohim edhe grafikisht, ne kemi pasur mbi 1.9 milion qytetar në moshë pune, forcë pune, në vitin 2021, numri është rrudhur në 1.903.987 në vitin 2022, ndërkohë që në 2025 në aktualisht kemi vetëm 1.5 milion qytetarë cilët janë pjesë e forcës punës. Pra, jo domosdoshmërisht janë gjithë punësuar, që ta shpjegojmë, por janë aty të gatshëm që nëse do të gjejnë një vend pune, mund të punojnë. Aftësinë dhe janë kushte teorikisht që të punësohen. Por nga viti 2021 në harkun e 5 viteve ne kemi një rrudhje
humbje të fuqisë punëtore më shumë se sa 430.000 individ, pra për shkak të emigracionit, për shkak të plakjes popullsisë e të një sërë fenomenesh të brendshme demografike, ne kemi një tkurrje kaq të madhe në arkun e vetëm 5 viteve, që mesatarisht do të ishte gati 100.000 persona më pak çdo vit. Duke pasur këtë curi, ndoshta në 2030-ën, kur ne përpiqemi ta antarësohemi, do të kemi vetëm 1 milion njerëz të aftë për punë, një pjesë e tyre ndoshta do të jenë jashtë tregut për arsye të ndryshme, kështu që problem për Shqipërinë. Duket e qartësisht dhe trendi. Po sa i përket projeksioneve, Mario, të popullsisë dhe të forcës punës, çfarë realiteti kemi? Shkojnë në paralele me njëra tjetrën, ku në vitin 2061, sipas projeksioneve optimiste, jo ato pesimiste, sepse ndoshta do të kishim një shifër më të ulët se sa 2 milion, por në vitin 2061, sipas projeksioneve të Institutit Statistikave, ne do të kemi vetëm 2 milion qytetar. Pra, nga viti 2019, ku kemi pasur 2.8 milion, 2024 2.8, sigurisht që pa dalë censi i popullsisë dhe i banesave, kjo është projekcion Institutit Statistikave, por ne do duhet që të kishim 2.4 milion banor, pra në vitin 2029, ne arritëm që të kishim 2.4 milion në vitin 2023. Pra kemi thyer edhe skenarët më pesimist të Institutit Statistikave, ku në vitin 2061 pritet që të kemi vetëm 2 milion banor, ndoshta edhe më pak se aq. Çfarë i mban njerëzit këtu është ekonomia, janë pagat, dhe çfarë i detyron të largojnë janë pikërisht ekonomia dhe pagat. Si jemi me pagat? Se është lehtë i themi njerëzve që mos u largoni dhe qëndroni në Shqipëri, por me çfarë pagash duhet të jetojnë ata? Po përpos retorikës madhe që ne bëjmë për rritje pagash, si në fazën e shqyrtimit projekt buxhetit për vitin e ardhshëm, por edhe gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit, në fakt Shqipëria renditet aty nga fundi, duke ja kaluar vetëm Kosovës në drejtim të pagës minimale, 408 euro në Shqipëri, ndërkohë që në Malin e Zi 670 euro, në Serbi 618 euro, në Maqedoninë e Veriut 584 euro, në Bosnjë 468 euro. Janë vende me ekonomi jo shumë përveç se sa Serbisë të zhvilluar se sa Shqipëria, pra në një farë mënyre kemi karakteristikat njëjta gjeografike, por edhe potencialin ekonomik aty të përafërt, por në drejtim pagave sigurisht që vendet e rajonit kanë një diferencë të ndjeshme, aty paguhet më shumë, në një farë mënyre krau punës vlerësohet më shumë. Prandaj edhe rrjedhja e trurit apo emigracionin në përgjithësi ka qenë sigurisht edhe aty është problem, por jo në atë shkallë sa që kemi ne në Shqipëri. E kuptoj, shumë interesante janë të dhënat dhe na ndihmojnë për ta vijuar bisedën tonë për këtë situatë, por vetëm pas një shkëputje të shkurtër publicitare do të vazhdojmë me marrë dhe të thuar të tjerë të flasim pikërisht për këtë situatë.